Biznesmeni kontrovers Koço Kokvima, prej kohësh larg zhurmës mediatike, është rikthyer sërish në vëmendje. Ish deputeti socialist, që është edhe president i klubit Apolonia, ka tentuar të godasë arbitrat gjatë ndeshjes mes Apolonisë dhe Gramshit në futbollin e femrave. Sfida u mbyll dje me fitoren 1-0 të fjerakeve, që u ndërshkuan me 2 kartona të kuq, në një ndeshje me tensione që u mbyll me 25 minuta shtesë për shkak të ndërprerjeve. Një prej tyre ka ndodhur si pasojë e hyrjes në fushë të drejtuesve të klubit Apolonia, me në krye presidentin Koço Kokvima, i cili protestonte ndaj vendimeve të kryesorit Dorian Maletaj. Incidenti është denoncuar nga drejtoresha e klubit të Gramshit, Edonisa Aliu, e cila nëpërmjet rrjeteve sociale ka treguar momentet e tensionit ku shihet Kokvima me zyrtarët e tij, duke goditur dhe ofenduar arbitrat e ndeshjes. Që të gjithë na kanë frikë, kjo nuk diskutohet, por që të futet presidenti i Apolonisë bashkë me zyrtarët e klubit në fushë për të dhunuar arbitrin e ndeshjes, këtë nuk e kisha menduar. Ja ku e keni presidentin Kokvima bashkë me zyrtarët e tij, që godasin e shtyn, ofendojnë me fjalorin e rrugës arbitrat e ndeshjes. Turp, 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 shkruan drejtuesja e Gramshit.